Shtetet e Bashkuara përforcon ushtrinë në lindjen e mesme mes tensioneve në Iran. Pas kërcënimeve kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përforcojnë praninë e tyre ushtarake në lindjen e mesme. New York Times, duke cituar dy zyrtarë amerikanë, raportoi se aeroplan mbajtësja USS Abraham Lincoln dhe disa anije shoqëruese po lëvizin nga deti i Kinës Jugore në rajon dhe pritet të mbrojnë brenda një jave. Gjithashtu po vendosen armë dhe pajisje shtesë mbrojtëse që do pasohen nga avion luftarak. Media amerikane Axios raportoi në mënyrë të ngjashme se USS Abraham Lincoln po shkon drejt rajonit. Pentagoni ende nuk ka konformuar dislokimin. Fox News, duke cituar burime ushtarake, raportoi se të paktën një aeroplan mbajtës amerikane po dërgohej në lindjen e mesme, megjithëse nuk specifikoi se cila ishte. Që nga fillimi i protestave masive kundër qeverisë autoritare të Iranit, më shumë se 2 javë më parë, presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump ka kërcënuar vazhdimisht vendin me ndërhyrjen e Shtetit të Bashkuara. Protestat u shkaktuan ndër të tjerë nga një krizë e rëndë ekonomike, inflacioni i lartë dhe pakënaqësia e përhapur për udhëheqjen në Teheran. Forcat e sigurisë së Iranit kanë shtypur brutalisht protestat me raportime për mijëra të vdekur.